Për të 9 vit radhazi ka mbërritur në Shkodër karvani i Bereqetit, duke shtruar iftarin e madh për të gjithë besimtarët. Ky iftar ka mbledhur bashkë besimtarët musliman, klerikët dhe përfaqësues të politikës. Kryetari i Bashkisë Shkodër ka theksuar se bashkëtesa fetare është një vlerë e shtuar që ka ky qytet. Shkodër, kjo vlerë e shtuar është ndërtuar me shumë kujdes dhe me dashamirësi nga klerikët tanë të vjetër dhe të rinj, që si predikim të përditshëm të tyre në formimin e ndërgjegjes shpirtërore, ato pikërisht këtë mesazh përcjellin, mesazhin e dashurisë dhe të bashkëpunimit me njëri tjetrin, sepse mbi këto cilësi ndërtohet dhe ardhmja e bukur e vendit dhe e qytetit tonë. Iftari mbahet në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe realizohet me mbështetjen e Bashkisë Shkodër, asaj të Stambollit, si dhe Myftinisë. Karvani i Bereqetit tashmë është kthyer në një traditë që bashkon çdo Ramazan besimtarët musliman.